Dhe po të shohim në 35 vite rresht, të gjithë njerëzit që janë larguar, të gjithë kanë filluar dhe kanë sulmuar. Kanë hedhur vrerë. Po tezat që ndrojnë, tezat që ngre Spiro Pali? Po janë pabesueshme. Sepse është, edhe Spiro Pali është motamo si Ben Ametaj. Motamo. Do me thënë, Ben Ametaj del në për televizore, shanë Ramën, shanë këtë, shanë atë, shanë atë, dhe vetë del sikur është i pastër. Sikur është ky është i kulluar. Më kujtova Ngjush Dakon, që dilte në televizor, thoshte jam akullore. Dhe përfundojnë burg. Duhet përfundonte shumë keq, ë? Që ishte skandal ajo që dënuan, por gjithsesi u përball me drejtësinë ky akullorja. Pra, Spiro Pali, mos harrojmë se i shoqi Spiro Pali është në SPAK. Mos harrojmë se Elisa Spiro Pali është e themi në opinionin publik. Nuk e vërtetoj dot, unë nuk kam drejt ta ngrej, por në opinionin publik gjithkush e di që kur ka qenë drejtoresh e Portit Durrësit iku me 5 milionë euro. Afer. Pra, nuk janë këta nuk debatojnë. Keni fjalën për tatimet, ku ishte tek Doganov. Isha atëherë. Unë po them, nuk debatojnë këta, se edhe kur ngrihen, se kjo është e keqja e Shqipërisë, këta ngrihen nga hiçi. Pra, ngrihen nga hiçi duke mos qenë kërkushi, merresh dhe vendosesh në poste politike, diplomatike, deputeti, ministri, presidenti, pa pasur asnjë lloj kontributi dhe pa qenë politikan. Këta politikan, unë kam thënë gjithmonë, këta politikan bëhen momentin që marrin atë kartonin e deputetit, ai thot del në televizor, thot unë jam politikan. Ai nuk di ç'është politika. Nuk e ke lexuar një herë të artikuloj një shkrim gazete. Një shkrim t'ja lexosh mendimin, nuk e kam. Ato që lexojnë atje, keni pa dhe debati që bëhen në parlamentet, është niveli më i ulët i inteligjencës njerëzore. Por dalë në vetëm shajnë, përdorin një kaset, kam mësuar për mundësh, një kaset atë përdorin gjithmonë. Por në këtë rast, si mendoni ju Zoti Merkoçi, Rama do ta përjashtoj sepse e treta u thye që i pat vendosur kufiri? Po, dëgjoj, përjashtimin ata e kanë edhe kështu si mod partia atje. Ajo, dëgjoj, po ta vesh re Spiro Pali në atë çfarë thotë që Spiro Pali nuk e shkruaj vetë, atë ti ishin bindur se ajo shkruaj Fatmir Xhafa, ajo nuk diskutohet. Por nuk mendoni që është dorë e saj aty? Po ja, aty është Fatmir Xhafa që lojën. Se akoma se keni kuptu. Fatmir Xhafa, grupi e rebelia është G99 më kuptoni. Po ndoshta atëherë ju po thoni që është aktivizuar grupi G99. Grupi ka qenë aktivizuar. Herë ngre kokë, herë shuhet. Kur i hidhet kocka, shuhet. A kuptoni? Se mos harroni se Fatmir Xhafa nuk është se ka ardhur sot në atë parti. Është më i vjetër e asaj partie. Mos harroni se ka dhe një person tjetër. Se më kujtuat, Zoti Merkoçi, më rikthyet e dosja Veliaj që se kemi marrë vesh edhe sot kush është redaktori, po. Se edhe për postimet e tij pati dilema atëherë. Po patjetër më. Po pikërisht pra herë ngrihen dhe në momentin që doli dosja Veliaj, që ju kujtohet, Rama i ofroi Fatmir Xhafës komisionin parlamentar për hetimin për kontrollin e SPAK-ut, apo jo? Institucione drejtësisë, po. E kuptoni, domethënë, pra hidhet një kocë, pastaj bie në qet, pastaj ngrihet një gjë, bëhet një gjë. Hiqet ky, sepse kjo është edhe lufta ndërmjet Belinda Ballukut edhe grupit tjetër, se aty janë 3 grupimet, dashmë ditë. Është grupimi Fatmir Xhafës, grupimi Ramës dhe grupimi Belinda Ballukut. Mos kujtoni se Belinda nuk ka forcën. Unë ja u kam thënë me kohë,